Përshëndetje të nderuar dhe mirë se erdhët në Menderjush. Sot kemi një emision fantastik, por para se të vazhdoj, dua t'u drejtohem disa thashethemeve që janë shpërndar nëpër korridoret e Andales. Gjasme ka ndodhur një sherr fizik midis Marselit dhe Meglit. Që janë kapur për flokësh, gjysma e flokëve perfekte Marselit ka humbur dhe dua të them që është plotësisht e vërtet. Është totalisht e vërtet dhe mu desh të merrja masa dhe do ta ridimensionoj këtë emision, siç bëri Blendi Salaj, duke marrë çdo puntat nga një sidekick të ndryshëm dhe sot me mua do jetë Heidi Baci. Jo, por do jetë dikush akoma më interesant, zonja Dalina Buzi. Dalina? Faleminderit. Jo më shumë fansa sa Heidi dhe. Kush është kjo? Të pëlqen studio? Interesante, se kisha parë ndonjëherë. Ta shikoj sot ama. Është hedhur lekë mas. Po, jo po e shoh tamam, çfarë është prishur që nga fillimi. Se vija po i merr mbrapsht, po. Si e? Nuk do ta shoh më shumë. Mirë. Faleminderit shumë që e pranove këtë ftesën që më erdhe kështu të më bësh shpatullën time. Ti s'e mësuar ti shpatull, po. Përveç se kushtet e goca dhe gra. Ishte shpatulla të njëra tjetrës. Absolutisht. Shpatulla gjoksi njëra tjetrës. Absolutisht. Greshër e madhe ishte ai emision. Çfarë kishte ti vetë? Me Arminën. Armina aty ishte para se të shëndoshej. Pa. Më se të ta presim se e di që e ke shoqe. Jo, mos e prit, s'ka problem. Jo, Armina është cool fare. Qesh, do sa të qa natën, po qesh kështu, publikisht. E mo, po qani fshin me lek. Okej, qofshim nga shtu dhe tërë, qofshim nga të dhimbje. Je në vendin e Meglit aty. Po. Megli në fakt nuk është e uzu me Marselin, po e hoqja se më talli në shkuar. Më bëri të merri madho. Po më imitonte mua, si nga që jam nga Pogradeci dhe them të merri madho. S'mbati, vetëm aq. S'mbaj fare, kështu që ti ka dhënë fjalët kyça që do thuash Melisa? Ja, diçka për sponsorat? Do thuash, jo, i bukur, jo, vetëm për mua. Për ty, penizimi i madh në rrugën Peti. Absolutisht. Ashtu, jo, desha të diçka, po nuk duhet keq. Nëse tenton të më tallësh? Jo, kishte lidhje me se si punsojmë neve, se vazhdova fjalë. Unë kam bërë një monolog të vogël atëherë në fillim, po ti ma fal. Do të riheshtur. Do të rishë. Jo, dua të flasësh shumë, po ato fjalë duhet i thuash her pas here. Për shembull, thua o bukurosh her pas here, ku diu. Gjatë monologut. Kur të flas, shko monolog, jo monolog, do bëj dialog me mua. Po pra, po ti the monolog. Unë në fakt jo, doja ta bëja dialog me ty, doja të flisja për me gjitha te këto lajmet që janë për hapur. Unë doja të flisja për atë lajmin e sidës së madhe nga Gjirokastra. Po çfarë ishte? Në Gjirokastër ishte? Në Gjirokastër. A është e vërtetë thua? Ata dhe unë nuk e di është e vërtetë kjo, por jo, ata dolën e përgjigjëstruan edhe doktorë. Po sa veta ishin përfshirë? Gjithë stafin. Se dikush tha që ishte orgji, po problemi është që ndoshta s'është orgji, ndoshta është se para ndoshta ka probabilitet që gjatë orgjisë disa mund mos ta marrin sitën. Po ata që s'bëjnë gjë. Unë zakonisht për orgji kështu jam. Por mund të jetë që njëri ka sida, po pastaj po jepte gjak, për shkak kryetari i bashkisë, siç je vazhdimisht gjak, e aty u ngatru gjaku me të tjerë, pra mund të jetë diçka shumë e ndershme. Se jepta ishte shumë burrë mirë. Po ndoshta ai mund të jetë, tash nuk po them kryetari i bashkisë Gjirokastës, ndoshta s'është ashtu se ky lajm është pak debatuar. Po ndoshta ai mund të ishte dhe mund të ishte diçka e tillë, pra ai për të mirën e njerëzve të qytetit vet ka dhënë gjak, për shembull shkërkuar gjak diku siç na çojnë neve gjithmonë letra. E pastaj kanë shkuar edhe të tjerë, gjaku është ngatruar dhe kanë dalë shumë vet atje. Pra mund të jetë një orgji, mund të jetë një njeri që do një dhe pastaj do dhe një tjetër, pastaj tjetri do dhe një tjetër, s'kan çfarë të bëjnë në qyteza të vogla gjatë pasdites dhe s'ka filluar, ishte para sezonit turistik kjo? Nuk e di, po shkoj në administrata mua më duket sikur po s'ke çfarë të bësh aty o burr. Mërzitesh mo, i ke parasysh këto gratë që bëjnë atë çantën gati një orë para, për shembull, është në orën 4, edhe në orën 3 ato fillojnë bëjnë kështu. Po thonë normalisht që bëjnë seks aty se 80% janë pasi lloj ambicie. Jo se ato njerëz me ambicie nuk bëjnë seks, po bëjnë më pak se nuk kanë kohë. Po ti administrata, nëse s'ke ambicie fare në jetë, shkon në administratë. Se ti ke ambicien e vetme që të gjesh një punë të rehatshme. Që 20 vjeç, kështu që absolutisht çfarë do bësh, do bësh seks. Aty mbi tavolina besoj. Jo. Mbi tavolinë. Në tavolinë. Në tavolinë. Ja, Mos e mos e krej kaq shumë. Nëse tani me që ishim te këto lajmet, edhe kjo për shembull u konsiderua si një fake news. Një gjë tjetër, nuk e di, ai pe këto gratë me ato shamit që i filmuan. Kjo është ende, policia e ka përgjigjëstruar, ka thënë janë thjesht ata që rrinë nga Durrësi. Po pra mujahedinët. Mujahedinët, Po pse me furgon të kuq ata? Çfarë bënin me furgon të kuq? Ajo është zakonisht për pedofilat që hapen kështu edhe ka karamele.
Se shikon talibanët kanë kështu që marrin çunat vegjël dhe kërcejnë. Ke Po mira, ajo është kulturë. Kulturë. Po, i kam parë 2 video. Mos kërkoni kërcimtarët apo Ndoshta ta luajnë belin. Kështu policia tha që jo. Nuk ishin kërcimtarë. Nuk janë kërcimtarë, dha, ata kanë qenë vetëm gratë të vogla. Gratë të vogla. Por me ëndra të mëdha. Me ëndra për të punuar në bashki. Po jo, po, dakord, po këtë gratë ku janë këto? Janë në kampe? Në kamp qëndrojnë ata të gjithë se duan të vrasin. Po ku furgon e kuq? Ka edhe në kamp furgon. Kushton e furgon e kuq? Çfarë jetojnë ata? Po ata janë pjesë e familjes mbretërore, mo janë këta që mbështesin mbretin. Duhet të kenë një lek. Ja si këta leka zogut po të pasin. E ke kuriku, se zogu kuriku atëherë kishte, pa ky tani. Ose ma ky ka gjetur toka, se ti që ai pallati ti shbi tokën e ti. Mos sa që kaloja bëj kështu, 4000 euro metri katror, ka dyqane, 6000 është dyqani, sipër është 2500-3000 euro metri katror, me këtë tokë që ka marrë ky i bie e zëm ka marrë për shembull 8 apartamente plus 4 dyqane me qera. Sa që kaloja ti dikur thaja ua kinema dajti, këtu kanë qenë italianë, këtu është bërë filme Beatrice. Tash edhe kështu 4000-5000 euro metri katror, ka dyqane, i bëj vetëm llogaritje të zogut. Kështu bëjon kur vite anda. Se zogu nuk punon. Se mund 4 emisione ka Dalina, ka sponsor sa lek i bie, sa. Jo, zemra nuk dalin llogaritë mia, po të zogut të dalin. Dhe ai nuk punon, më çfarë jeton? Pra, 4000 metri katror. Ka mo. S'ka filluar akoma dyqane, prisa do të bësh shumë lek. Mos po bëj dot një. Ti sa ke bërë? Ke bërë një edhe ti dikur. Jo, s'kam bërë dasëm. S'ke bërë dasëm? Ja. Tek divorc. Ha, direkt. Do të flasë, ke folur të mira, e ke lodhur. Të mira s'kam folur, ka folur të Alkita, mos i ngatra. Të Alkita? Pa. Të mira do flasësh për babin. Jo, po babim ka vdekur shumë kohë përpara, kështu që Mira është në emocione sipër dhe do njerëz që janë në emocione sipër. Mira, kur më vdesi mua Altini, babi më fal, po do shkoj direkt te Mira. Shkoj ti je një nga më fal, nuk duhet të kisha thënë jo kësaj ftese, Dalina. Jo, shikoj, nuk ka problem sepse u Mira si thash kur e përmend herën e kaluar dhe qeshi, kështu që Mira ka thënë humori patjetër. E ma mirë, është intelektuale, normal. Ju të gjithë ju intelektualet, jeni një grup ju i lezetshëm. Çfarë, kjo fjalë intelektuale asnjëherë s'e kam kuptuar. Ku do që i bie ka lexuar një 2 gjëra ose ka, po duhet të jetë kombinuar me IQ themun. Ha, intelektuali është njëri me ndikim në shoqëri, se ke lexuar sa gjëra dhe pastaj ku të thua. Ke më shumë IQ apo ke lexuar? Apo i ke të dyja bashkë? Se në artista je. Un kam EQ. EQ. Emotional intelligence. Ke. Pa, shumë. Ose s'do isha këtu unë. Pa. Por edhe gabon. Gabon? Edhe gaboj. E ka për klikime dhe konde atë. E mos do t'i rriti mja pritë, vash. Tani me Meglin që iku Megli ajo e kështë patur gjithë fajl. Shkoj ti je gazetare e respektuar dhe nderuar. Se duket sikur po të bëj intervistë, ti je shpatulla ime. Si duken këto fake news, se edhe ti ke qenë kështu pjesë e disa nga këtyre. Çfarë tha ai kaloi të Bigos, çfarë tha për ty? Shiko, ora ishte njëri nuk e di se çka ka, është ky se tash ky është personazh publik edhe ky tregon hallet e veta. Biles du ta ftojnë në emision. Jo, po të tregoj Edrimeksi i MCN-s. Po. Se di kishte postuar një gjë që duket që ai kishte bër ose kishte postuar një gjë që u luaj kazino dhe ishte portreti një gruaje, aty u mërzita. Janë për disa gra që qarkullojnë, e ditin. Po ishte një gruaje e cila është në çdo foto, po ta vësh në Google ajo del gjithandej kur ka lajme kazinosh në Australi apo në ashtu. Edhe kishte vënë mua kisha flokët Beyond ndërkohë, por normalisht ishte një trup 70 vjeçare, po i kishte vënë. Dhe duket që kishte nxjerrë ky sepse mua. Unë nuk e ndjek këtë njeriu, po ma çuan shumë veta. Dhe ky qendër ka shumë i mërzitur sepse Anabeli, ndërkohë që unë isha te Andele, kishte nxjerrë një deklaratë Rudina, jo të Delinda Dishës, më duket për rrogat. Edhe ky ishte kundërpërgjigjur me këtë gjë që unë luaj Bigos, që unë sa i ulet. Po, dhe e forta fare di çfarë ishte. Mi që unë luaj Bigos Casino. E forta ishte që unë kisha dalë tash tek emisioni im, te Dalina Show dhe ishte një klip aty dhe poshtë dikush i komentuar. E më që dëgjojnë këtë se kjo ludhe Bigos. Në vërtet ma? Po, tash e hëngra unë, po një pjesë Jo, unë duhet të njohur ty do kisha besuar shumë lloj vesesh përveç Bigosit. Ti flesh shpejt njerë, nuk duhet të rrish tërkohën atje. Unë kam qenë në kazino disa herë, është atmosferë shumë e bukur, është një fantastike. Ke luajtur? Po, unë luaj me 2000 lekë. Kam qenë një herë me do të luam Bigos. U kthye intervista anullore me Kam qenë një herë me dikë që luante Bigos. Edhe ishte era ime parë. Njeriu luante Bigos, luante. Ti është Bigosita, pra, luante. Ka shumë vite kjo gjëja. Dhe unë ula dhe më dolën 3 shtata, edhe fitova direkt 1000 euro. Çfarë thua? Po ishte kështu fati budallajt. I more i falet, se e pasur. Jo, po shikoj çfarë ndodh me atë që luan Bigos. Më dolën mua, thash 1000 euro.
I thash atij gëzo, do të marr një mirë. Shumë mirë, tash ti fusim këtu. I humbi për 30 sekonda kanë humbur. Fillojmë kështu edhe me këto bestytni që ta uti pas ke fat, filloj me këmbë lepuri me këto. Unë nëse unë harxoj lekë, po nëse nuk i shoh lekët që janë këpuc, apo xhinse, apo do një investim, apo do një kamera, do një gjë, nuk e quaj atë lloj. Unë vdes të humb lekë, vdes të. Qarta si. Qarta si. Po, jo të më humbi lekët kështu papritur. Dhe ka fituar edhe një herë tjetër ku po xhiroja Snobin, serialin. Kam qenë te Jeta Kazino dhe ka qenë një super staf, i përshëndes. Kam dëshmitar, kanë qenë ato security guard. Ju po ta them këtë se shumë e bukur kazino se do dalë që luaj kazino. Por ka qenë ditëlindja ime 6 korrikë dhe ne kishim një javë që ishim Edhe unë 6 korrikë kam. E dija, se mos e lash ato shumë e di, ne jemi 6 korrikë të dy. Do puthemi në fund që ta shesim. Po ti isha Adi dhe unë isha, edhe thash do luaj se ne kishim një javë që xhironim aty Snobin te kazino. Dhe ka qenë një super ditë sepse unë po mendoja numrat, bra llogaritje ditëlindjen e Gocës nuk mëra. Llogarita ditëlindjen e Gocës tjetër nuk mëra. Tash një sekond, çfarë datë jemi sot se jemi 6 korrik 2021-shit, braj një kështu doli 9-ta. Edhe I thash mi fut gjithat e 9-ta. Besonte këtë? Dhe fitova 400.000 lekë. Po ke dëshmitar, duhet të kesh dhe Meglin, po. Më ke thënë 2 histori, kush është kjo, nuk e njohim. Po, është e vërtet. Më ke thënë 2 histori që ke fituar 2 herë. Po, fati fillestare dhe kjo që kisha përqendrim dhe më erdhi 9-ta në kokë. Po më pse po e di këtë, më zi e kam. Po pse po bësh serioz njerëz, se do fillojmë tash të flasim për dashurinë, Jo, janë tjetër programe. Tore mirë se ku marr po kështu me që jemi se do të pyesë nga ana profesionale etike për fake newsin. Se ti edhe duhet të përballesh shpesh, e di çam thotë gjithmonë kur shkoj te berberi, edhe tani un punoj këtu. Më thotë Adalina si është? Gjithmonë sa më mirë, shumë mirë, është shumë fan. Se duhem si e rreth. Është interesant. Jo, thotë kështu. Por ato historitë I shkruan vetë ato edhe duke do të thënë ato historitë tua ato të përndjekën Dalina I bën vetë ato më. Edhe unë kur e mendoja thoya nëse ka kaq fantazi Dalina, isha shumë zidiqar. Po dhe të kem kaq shumë buxhet për aq shumë aktor. Sepse vërtet zërin e modifikojmë se janë zër vërtet, por secili ka interpretimin e vet, po ta dëgjosh. Nga që ti dikur bëret famshme këto historitë, pra I mbam me këto edhe çik seksuale kështu. Po ka qenë vërtet apo se ti edhe historinë tënde idiote tregosh që ti s'do kesh dhe historitë verë dhe nga Pogradeci, që komedian, nuk e di një histori të jashtëzakonshme, je I martuar, gatuan ushqim libanez, na tha asnjë gjë interesante për ty. Asnjë gjë interesante për ty, po edhe ti po ta tregosh historinë tënde aty në mes, pra po të flasun me ty apo Elona, kur redaktorja do të gjejmë një dhimbje, do të gjejmë diçka. Kështu që secili ka ato gjërat e veta të çuditshme. Ti ndoshta ato që më kanë kur isha I vogël. Apo nuk e di a ka dhimbje brenda kësaj. Nuk e di sa pip kishte kjo gjëja. Po ka shumë. Po ti di unë shaj këtu ti ke këtë emision. Jo, e di, po kjo kishte 3. Se ti zakonisht e thua 1 dhe ka 1 pip, po kjo ishte Byth nuk e censuroj më në shkollë, nuk e censuruan fjalën byth. Jo, censuroj. Nëse unë kur e lexoja Flasim me bordin. Ato Më lër të blidhem me bordin. Ja me sheve këtu mund të bëj ç'të dua. Unë dikur thoja ore nëse kjo ka kaq shumë, unë kam fantazi si njeri. Edhe kur masturbohem ku nuk shkoj. Se I urrej. Jam shumë interesuar ti për fantazitë të masturbimit. Edhe jo, po isha ziliqar se thoa nëse I bën kjo vetë thoya pa le kjo si masturbohet. Nëse ato ishin histori që po I shpike ti. Po. Jo. Janë shumë të vërteta, edhe historia ju që se besoni, më tregoni historinë tuaj dhe do shfaqeni nga historia juaj. Thjesht nuk dini trofeni dhe kaq. Këtë I thashë unë atij zotrisë, thashë unë nuk e besoja deri momentin që e njoha Dalinën. Ore po kështu, sikur ke vdekur të ka bërë ndonjëherë ti, se do ishim të fake news-et. Jo, s'jam aq e famshme unë. Mirushka Bashën. Do të kesh famë të tillë që njerëzit të shtangen. Kurse mua do thon, "Po sa gjuna, kaq." Ose vdiqet ajo se na çau veshët, kupton? Jo, mo, do ishte shok. Po ja, shok. Ti edhe shëndeshme pra po. Po, kështu shok që pse se jam e fortë edhe se kapi vdekjen e mbërtheu. Po, bën pilates, bën boks, nuk e di çfarë bën, edhe vdiq. Gjithë atë bëj. Po. Ta nxjerrim nesër këtu që shesim emisione. Mirushin e shket atë nxjerrin. Domethënë, dy njerëz që I kanë shtrydhur është Mirushi sikur vdiste. Po pse do kujtoa Mirushi ti? Po nga këto fake news-et, sa I njërin 3 muaj vdiste. Po, nuk jeton më. Tani vdiq për fare. Okej. Po ja thua vetes apo do? Jo, realisht ta konfirmoja. Kjo edhe çdo shprehje kështu që vjen nga lashësia greke apo nga do që tjetë që ja veshin Robert Ndrenikës, I ke parë ato? Që gjua hekur s'është, po hekur thyet. Ose nga këto mos e fut në azil, se vdesin shqiptarët. Po pra pash diçka që shkuar Luana me ti ka kurth. Luana ti ka kurth njerëzit. Si e lini ti ka kurthin azil, po ndoshta është më I lumtur aty. S'ka jo njeri. S'ka njeri, po çfarë? Luana e mund mos e kishte filmuar. Që shkojte ti nga kurthi. Po mund ta kishte shmangur filmimin. Se ishte dikush. Nuk e kam përpunuar akoma. Ishte bashkë me atë. Sa të pyesja po se dia si kishte dhe muhabetin me Luanën. Nuk ka probleme me muhabet me Luanën. Luana zemër mund mos e kisha filmuar Tinkën ashtu. Po pse? Po jo shkoj për ta filmuar, se nuk shkoj thjesht për ta takuar, se nuk e ka të vetën.
Pse të shkoj njëri i famshëm të takoj dikë kot. Pse jo mos është Tinka Kurti, është nën Pashakua. Po si mund të çon një njeri thjesht do i takoj Tinka Kurti në azil? Me gjithë respektin, nëse nuk e di çka ose ke ndonjë frymëzim, e respekton dhe thua, përse largu reagon, po ti kush nga njerëzit e thjesht çohet tash të shkote Tinka Kurti thjesht për muhabet atje. Po në Shkodër më është 1 orë larg. Po mirë, më ti ishe 1 orë larg nga Meryl Streep për shembull. E kanë futur në azil. Po pse të shkote Meryl Streep të takoj në azil? S'do vijete? Varet çfarë gjë është. Me ka patur punë të vështirë. Nëse ajo do ishte kthjellët mjaftueshëm Meryl Streep që më tregon ndonjë gjë interesante, për shembull, ka bërë ndonjë gjë me De Niro në atë filmi Filan apo Sophie's Choice, ku diun këto. Atëherë do thosh diçka, por nëse s'është çfarë do bëja Meryl Streep, do bëja foto gjunaf, s'bëj foto. Nëse nuk do të kaloj në sociale tash se kam një tendencë që të mos jam fani, kështu që më mba fani, të lutem, nëse jam fani. Jo aq sa ty se po të Askush nuk është fani. Ti erdhe dhe u habite që më the mua që nje fani. Po si mund të bëj një njeri Anabelin dhe Andale dhe mos e fani? Më ke bërë shumë qeshur disa herë, okej, e pranoj. Po s'mund ta bësh dot. Dhe çdo njeri që bën sidomos një media do të ketë sens humori, se ndryshe si do ja dal. Ti sidomos kur je edhe çik kështu si vulnerabel, si kështu, bën një humor ashtu më kënaq. Tani po se do kaloj edhe në një temë tjetër, po para se të kalojmë te për këtë ti fake newsin si e shikon këtë shokun që duan të krijojnë gjithkohë. Se ju tash gjithandej tani nuk e merr vesh. Ja më e për mua nxorën që jo ka 3 thith ka kështu. Po shikoj fake newsi ka ekzistuar gjithmonë, se thashë theme kanë qenë. Po jo unë s'kam 3 thith. Kanë 3 Po 3 thith ka. Mos kanë nxjerrë Kesiana te emisioni vet, sa e pyet gjithmonë 1 cica apo 3 cica, e ka fiksimat pyetja. Thuaj Kesiana bëj atë 1 apo 3. Shko, nuk ka asgjë që mund të ngacmoj burrat më shumë se ke 1 apo ke njërë në një burr me 1. Kam njërë unë dikë me 1. Nuk është se problem. Edhe po të kisha do ta thoja. Normalisht. Jo, ai ke njërë kështu, thjesht ka qenë muhabeti që gëzuar un kam një kohë. Gëzuar me qira fjala. Mund mos e pishti se ti s'e ke që fal folin. Ajo është e mirë kur do të shplash to sallamin tona që unë kam shumë qejf. U vdes për sallamin tona. Jo aq sa unë. Jo realisht. Unë kam parë dhe fabrikën nga afër, kështu që çdo njeri që ka dyshim po, është torç. Është super sallam edhe unë i dua shumë familjen tonë, kam mbështetur të Andale, kam mbështetur Anabelin, kam mbështetur gjithmonë. Kam mbështetur mua prodhimet e mia dhe çdo njeri që ka bërë prodhime dhe jashtë Anabelit që ka filluar te Anabeli ka mbështetur, kështu që janë shumë të mirë si familje dhe këtë familje këtu e dua shumë sepse jam vetëm unë jam te Electromagic, jam kështu fan se mieles. Po ato gatimet libaneze që bëjun me këto të Hagen, me Hagen bën. Me Hagen bën. Unë kam Milen atje që ashtu? Po. Thash të dua unë. A ka Electromagic? Po ka një super tharse. Ne do ta marr atë se më hangri veshët. Edhe fshesa korrente, por ne po vazhdojmë shumë me këtë situatë edhe. Nëse. Këtë thash se kisha vërtet në fakt, se më çau mbythën Maria. Nëse. Që të kalojmë nga ky seriozitet, unë do kaloj në një lajm që duket shumë qesharak në fakt, që thotë ambasadori indian flet nga Pogradeci. Po CEO që nga Pogradeci, nga qyteti im i dashur. Kishte thënë që do sjellim sa më shumë indian këtu. Nuk e di ekse për Shqipëri, për Pogradeci, vetëm po ikni nga Pogradeci të pak, do ikni në një vend tjetër, ikni Leskovik. I ke parti që ka vërdall shumë kështu indian. Po kur porosis ushimin janë shumë, edhe e gjejnë adresën në mënyrë të frikshme. Si e shikon këtë gjë, të shqetëson apo pritet në një vend që po zhvillohet? Jo, nuk më shqetëson fare, sepse unë s'ke frikë që do dalësh në 2 natë. Po jo nuk kam frikë fare sepse unë e shoh dhe nga ana e Pullëdhënësit. Po jo nuk të përdunon se je i huaj. Po emigrantët zakonisht i bëjnë këtë. Jo, emigrantët po provoj Shqipërinë në vitin 90 që ne çalonim, që bënim sikur çalonim që rrugëve se kishin frikë. Provoj shqiptarët e po lutesh që dikush mos e qef. Provoj bashkëkombësit e tu në vitin 90 se ti ke lidhur çik më vonë. Dhe shoh se ça tmerri ka qenë përdunimi, ky muhabeti i përdunimit. Të përdunonin në Shqipëri pa më thua dikur shqiptarët. Ishte Unë kam qenë adoleshente në vitin 90, ka qenë sa e bukur adoleshenca, ka qenë super e bukur, por ishte shumë e frikshme. Po pavarësisht tash rreziku me njerëz të huaj që nuk përshtaten këtu është gjithandej, nuk është vetëm te ne. Por unë flas si punëdhënëse, nëse ti nuk gjen, po nëse s'gjen krah punë, nëse nuk punojnë, nëse rrogat janë shumë të larta dhe kualiteti punës nuk është, se ke edhe plot njerëz këtu që duan rrogën shumë të lartë por nuk t'i japin mbrapsht. Jo Melisa. Tashi mund të zvendçojmë gjithë ta me Bangladeshës? Unë do të merra nga Afrika kameraman fakt sepse jemi shumë keq me kameramanët. Edhe i kishin $300 rrogën atje, edhe thash po marrë vesh shtëpi kështu po 600-700.000 lekë. Edhe punoni. Problemi me Afrikën është ata nuk dinë shipen, edhe Po e mira që mund të përdorësh fëmijët aty të lajnë xhamat bën gjërat. Po, edhe po vdiqja e fëmia, askush nuk e. Po, Meglin, ta zvicoj me afrikanë? Do ti? Shkam një fiksim ato afrikanët edhe Olenit, i thash. Gjemi nga Nigeria, se janë shumë shkatha, janë shumë tipa. Shkatha në puna, po. Nuk e di, nuk i provoj këta, po pyet gjëra të çuditshme. Po kënaqesh te emisioni im? Po kënaqem. Çfarë folëm për lavatriçe për 3 Super. A do ta bëj edhe një episod tjetër me mua?
Po ta bëja, po duhet të ishe përgatitur e pastaj që të bëjmë një kështu si dyshe. Po mirë, do gjejmë një temë. Ti më ke marrë si të ftuar mua, unë kam marrë si shoqëruesi apo. Sot doja të rifnim ne çik të kënaqesh. Më rifja? Jo, në anglisht, jo, lakë se do kemë edhe Jacqueline Lekatarin më vonë. Po jo, Jacqueline nuk e ka problem, po të rifem unë. Sa mirë që ajo do vi direkt edhe do ta dëgjoj këtë. Para se prisa të më godisi çik të më vrisi, më dom duket. Të dua, po duhet të rrisi çiklikimet. Çiko tash, nuk është se ti po fish për compliments, po edhe po fish. Pa absolutisht nuk kam parë ty në komedi, them që pa modesti, unë gjithmonë them një ndër më të mirët, por në atë lloj formati si respekton ti stand-up comedy, nuk e ka respektuar asnjëri deri tani dhe unë kam parë shumë stand-up comedy. Sezonin tjetër më merr publik. Publiku duhet. Ma ngrojnë ata, ma ngrenë, kur flas të herë me këta kënaqem. Nëse faleminderit shumë për komplimentat, unë jam lëng poshtë tani. Jam i gjithi. Kalojmë në Friendly Fire. Kjo është më e keqja. Kam lënë fillim që të shokoj, që nëse do të çohesh. Pa. Shpëtohet macja e cila kishte ngelur brenda ATM-s së një banke. Miau. Është kom se iku megli. Ja, po si u fund ATM-ja? Nuk e do ishte te llogaria ime, sa ajo është bosh. Të kishin gjetur asnjë vetëm një macë. Eskortat latine pushtojnë Tiranën. Ai lexova këtë. Autoritetet kanë gati planin si t'i ndalojnë. E ke parë filmin Mediteraneo? Jo. Oh my god, është nga filma më të bukur në histori, ka marrë dhe Oscar. Është filma më të bukur që do ta shihni të gjithë Mediteraneo, është për disa ushtarë italianë që kanë ngelur në Greqi, dhe ndërkohë kanë mbaruar luftat ata nuk e dinë. Edhe ishte edhe një vajzë që ishte prostituta e fshatit. Ato të lumtur kështu dhe ishte njëri që ishte sergjenti, që kishte ngel sergjent, që nga lufta, edhe ai e bënte prostitutën e bënte me sot të hënën. Thoshte me filanin, se ishin 5 ushtar. Të hënën me Marcelin, Martën me Edvinin, kupton? Mërkurën me Denisin. Edhe tha dhe te pushim, po pse pushim tha? Se jam sergjeta, kështu vendos. Kishte edhe për të pushim. Edhe më kujtua kjo që tash i organizojnë vetat e latin. Si bashkëpunimi kolumbiano-shqiptar si ndalojnë, ju lutem mos i ndaloni. Le ti lënë, më çfarë është ky muhabet kështu? Tregon rritjen e turizmit. Duhet të shtohen prostituta se janë të shtrenjta. Shumë të shtrenjtë, ishte 40 euro. Ishte 40 euro? Ua, jashtë gjën me 50 euro. Po sa ishte 40 euro? Po ti ku e merre në rrugë? Po i kanë shumë këto në për sajte, në për gjëra. Edhe ka shkon ti o vin ato aty. Po për shembull, ku e ke marrë ti për shembull? Për shembull është në Myslimshyr, ishin ja dy ruse. Ruse kazake, nuk e di çfarë ishin, edhe po të shkojë ti ishte më lirë, po të vinë ajo ishte më shtrenjtë. Po ku e gjetë atë, se jam kurioz, unë si ka katalog, si. Ka që një kështu një rrjet që u godit disa herë, se mos e them këtu tani. Jo mos e thuaj emrin. Jo, nuk po e them, ishte një. Paguajnë thuaj. Po është jashtë ligjshme, mo ç'thot. Nuk e themi ndryshe, ne vajza kërcimtare. Po e disa vajza që i tek kërcimtare. Pafund, ti duhet ta dish më mirë se unë. Jo, patjetër unë e di që për televizion e herë, kërcimtarët më shumë. Në këto televizion nuk merrem me thashë them, ose nuk e di ato. Jo, realisht nuk e di, nuk merrem me thashë them. Ashtu fakt, thjesht doja të peshkoja në gjën aty. Jo, s'peshkon fare me këtë pjesë, s'më intereson mua kjo pjesa që shkojnë njerëzit për lek, seks, sepse është ai problemi më i madh për mua. Po pse po e bën kaq problem këtu? Sigurisht në një problem. Po sepse ato merren sepse është fani dhe shet. Fani, domethënë është sepse këtu të tjerët që nuk shiten e kanë si armë të fortë dhe e përdorin. Kjo gjë më të mëshme, po nuk është më të mëshme, është mos flasësh me nënën, me vllajën, me babën tatë dhe me shumë gjëra të tjera, edhe mos bësh kontribut për vendin dhe ti hedhësh plerdh aty, të lësh ato qep si lloj që mos kesh atë lloj reagimi, mos dalësh protestë, janë drama më ndaja se shkon ajo tjetra me lekë dhe shkon në Dubai zgjidhja vet. Dhe mba familje. Jo, patjetër. Jo, fare atë. Problemi është ta legjitimosh shumë. Po, pastaj kur marrin televizionin dhe ftojnë aty dhe me çaj jeton ti, un jam. Ai rrodhën 500 euro, po ja se un blej kremra. Zyrtari turk pushton rritin, mustaqet e tij bëhen virale. Ai është, shiko. Është i gjithë mustaqe. Po pra se kur mendon turqi mendon gjithmonë burra me mustaqe. Kështu që ai është dhe mustaqe, domethënë ai është kulmi i mustaqeve, sepse a duhet shkonte mustaqe në atë pikë. Duhet ishte president. Imagjino të puthesh një herë me atë. Unë do doja ai mustaqe. Melisa, mund të na bësh me ashtu mustaqe? Imagjino të puthesh me shumë mjegër. Unë s'ja puthur asnjë me shumë mjegër. Se do të pyetja persona, ish burri s'ka patur mjegër. Ja. Asnjë me burra me mjegër? Ja. As me Filip Çaku. Me Filipin do të puthem unë. Super. Vizita në Emiratet e Bashkuara Arabe, kryeministri Rama ndan audion nga takimi.
Ka shkuar për të lypur. Për çfarë mund të shkosh ti në Emiratet e Bashkuara? Eskortat janë shumë lart në këto Emiratet. Po shiko se është egzageruar dhe kjo se kam dalë gjatë këtyre viteve kam dëgjuar nga 100.000 sheika, se cili takon një sheik, se dhe kjo muhabeti sheikëve. Do një çik kulturë, lexo aty se nuk ja ka shumë sheika. Po pas ka dalë sheiku edhe nuk e di. Sheiku i kulturës. Mirë, ka që ishim me Friendly Fire, ne tani do kalojmë te iftuari, Dalina u kënaqja pafund me ty. Edhe unë kënaqem. Po herë tjetër kur të vi do bëjmë një kështu, do përgatitemi më shumë. Do vish herën tjetër? Po do vi, po jo herën tjetër. Jo herën tjetër kam njërin unë. Hajde, praktikoj. Kalojmë tek iftuarin. Mirë, atëherë tani do kalojmë në një fazë tjetër të këtij programi, tek iftuari. Dhe me mua sot është një gazetare, aktiviste, blogere, villëni juaj mi dashur, Jacqueline Lekatari. Publiki i zjarrt shumë. Faleminderit për ftesën, unë nuk e dija që ti më përmendje në çdo emision. A i ke parë? E kam parë, po. Kam përmendur shumë. Edhe më erdhi shumë mirë, faleminderit. Po të komentova edhe me Niko Piperin, e pat zotin nga Korça. Po, pash. Po sa mirë që më njifte dhe ai, kishte fiksuar tatuazhet e mia. E bëj tash ti pirat, deti. Po më pëlqeu se Teuta pirate ka qenë. Ti je Teuta e kohëve moderne apo? Teuta kohëve moderne nuk jam, por emërtimi më pëlqen, se më duket sikur tregon për një grua të fortë. Faleminderit shumë që merre, cheers. Për Teutën dhe bukurinë e saj. Për bukurinë e gjithë damave shqiptare, sot do jemu një feminist që sot do ta shikoni ju. Jacqueline, si ndihesh? Si ke qenë? Mirë, ti si ndihesh? Shumë mirë kam qenë, po, mirë jam. Se do ta pyes mos se kjo i ka lexuar gjithë pyetjet, mi lexoi para, e kishte lënë skaletën me lista të merrim madhe. Si ndihet Jacqueline në Shqipërinë e 2026-s? Herë mirë, herë keq, mendoj se pak a shumë si të gjithë. Mundoja mos jem e nënshtruar nga ky pozitiviteti falso që është advokuar shumë në botë, edhe në rrjetet sociale në vitet e fundit, pra të largojmë njerëzit toksik nga vetja, të jemi me veten, të duam veten, të jemi gjithmonë pozitiv, t'i buzëqeshim ditës, dielli do lind përsëri nesër. Unë jam në njerëz ka çfarë bëj. Unë jam një diçka tjetër, po s'ka problem. Nëse për çfarë ket fjalën? Qafamitrës. Kështu që unë këtë kërkoj nga Shqipëria, që Shqipëria viti 2026 të jetë një vend më i mirë. Dhe e di pse e kërkoj këtë? Sepse kur unë kam qenë vajzë e re, në vitet 90 dhe në vitet 2000, Shqipëria ka qenë shumë ndryshe nga sot. Dhe unë kisha ato ëndrat e mia dhe mendoja që wow, kur unë të jem 40 vjeç, Shqipëria do jetë në Evropë, do jetë një vend shumë modern, do jetë një vend liberal, Sa liberisha nuk do ekzistojë, mentaliteti nuk do jetë ky që është tani, dhe unë shoh që mbas 20 vitesh gjërat kanë ndryshuar shumë pak dhe Shqipëria është po e njëjtë. Kështu që unë do doja që ne, që gjenerata që jemi sot, t'i linim diçka më të mirë në trashëgimi gjeneratave që do vinë. Ato gjë që gjeneratat e kaluara nuk e kanë bërë për ne. Nuk po flas për një Shqipëri utopike, se nuk mendoj që qielli do bëhet me pas bota utopike se ekziston. Me re roz, me unicorns edhe me ylbera. Nuk je komuniste kështu marksiste. Jo, nuk jam komuniste marksiste, po lexoj për Marksin më shumë sepse mendoj që deri në moshën, deri në para një dekade edhe kam paragjykuar pak. Tani po mundohem që ta shoh pak me sy ndryshe, jo të qenurit të barabartë, po të pasurit mundësi të barabarta, ose të parit se çfarë Marksi parashikonte për kapitalizmin dhe se si do përfundonte kapitalizmi, duke parë që ne jemi në atë epokë që kapitalizmi, ky sistem operativ, po pëson një krizë dhe jam interesuar të di se si e ka parashikuar ai, çfarë ndodh dhe pse ndodh. Gjithmonë kështu ke qenë? Fillon kështu dali këtu del ky damari këtu. Jam apasionuar. Është edhe seksi kjo që del këtu. Faleminderit. Del një damar këtu te syri dhe ke. Këtë syri nuk e kisha vënë, në përgjithësi. Po duhet një burr i vërtet që ta vëre. Ç'a të bëjmë? A ke qenë gjithmonë kështu edhe kur ke qenë adoleshente? Kështu si. Kritikuese, rebele. Kështu kam qenë. Që flet me kaq pasion edhe për Marksin, për një burr me mikër që ka folur. Po, edhe për një gjell kështu flas me shumë pasion. Edhe nëse do të shpjegoja çfarë gjelle kam bërë dje, kështu do ta shpjegoja me shumë pasion. Ke bërë gjell dje? Ke bërë gjell dje? Jo, nuk kam bërë gjell, po kështu nëse do kisha bërë. Nëse do ta kisha bërë. A imagjino Jacqueline shembull tani po desha, do ta bëj. Ditë gatuash? Do të tregoj si bëhet gjella me mish, edhe me patate. Vetëm ata di. Po marr një shembull burr se gjell nuk di të bëj. Ti nuk di të gatuash, vetëm këtë nuk do ta kisha besuar kurr. Jo mirë. Do të bëhemi pak blasfemik? Patjetër, mezi po. Ti nuk do të bësh blasfemik në përgjithësi apo s'ta mban nga këta të fesë?
Jo, mendoj që unë jam bërë shumë blasfemike pra gjithë të kaluarën time. Unë ta kisha shkruar këtu, ja, ti ke qenë në një kolegj katolik apo jo? Po, kam qenë në kolegj të Murgesha. Në Itali. Në Itali, po. Se ti ateiste për të qenë. Po. Shiko, në fakt para një 2-3 javësh, po flisja me një vajzë nga që me kam në Instagram dhe ajo po më tregonte që burri im, i cili burja saj, pra që gjithashtu kishte bërë shkollën kur ka qenë fëmijë të Murgeshat, është i vetmi person që ajo njeh që nuk është ka mbartë ende me vete kujtime shumë të bukura me Murgeshat. Të gjithë njerëzit që un kam takuar në jetën time që kanë studiuar dhe kanë qenë në shkollët e Murgeshat, në përgjithësi kur rritën janë ateist. Dhe janë shumë dogmatik në ateizmin e tyre, njësoj siç është dogmatike dhe vetë feja katolike. Dhe nuk kam parë, përpos këtij burrit që më tregoi kjo mikesha ime, nuk kam parë njerëz që në moshë 30 apo 40 vjeçare të flasin me një lloj nostalgjie ose me kujtime të bukura për kohën që kanë kaluar te Murgesha. Sa mirë kaloni me Murgesha. Sa bukur ajo rreftësia e tyre. A ti mund t'ja ketë ngritur ajo gjëja? Shko, mua më japi një fantazi seksuale shumë të madhe kështu, goca me vetëm goca ishit në kolegj? Po. Vetëm goca, ati Murgesha, rreftësi. Kishte kështu marrëdhënie lesbike gjatë asaj kohe? Nuk e di sepse kam qenë e vogël, nuk mendoj. Sa vjeç ishe? Në 15 vjeç kam qenë. Shtojmë në burg me këtë muhabet. Po. Ka që i kanë shumë qef? Po ato që ajo është pedofilia. Po. Trumpin e një? Ai thonë që i ka qef këto muhabete. Sa ka të tjerë si Trump. Po unë do të thoja që kjo pjesa e këtyre religionit, nuk e di, ndonjëherë njerëzit e shkojnë edhe çik si fetish. Mendoj që ka të bëjë me pushtetin. Unë ta thash para që disa vajza më kanë thënë që pornot e tyre të preferuara kanë qenë këto me një prift që ndeshkon. Ma the, por unë mendoj që ka të bëjë më shumë me autoritetin sesa me religionin. Autoritetin e munguar apo over? Me autoritetin e ushtruar. Njësoj si vajzat kanë qef burrat që punojnë polic, që punojnë ushtar, që kanë pra një veshje dhe nuk ka lidhje me veshjen, po ka lidhje me autoritetin. Ndërsa roli i infermieres, roli i Murgeshës, roli i grave që janë të nënshtruara ka lidhje me patriarkatin dhe me faktin që ne vazhdojmë ta shohim gruan si një objekt dhe vazhdojmë ta fetishizojmë gruan dhe rolin e saj njësoj siç bëjmë me një objekt. Mirë, patriarkati është e vetmja formë që funksionon, kështu që jo. Është e vetmja formë që nuk funksionon, se dukshëm nuk po funksionojmë. Sa zgjati matriarkati? Nuk e di nëse ka zgjatur vërtet matriarkati. Se thonë që ka zgjatur shumë. Jo. Në errësirë. Kemi 10.000 vjet, deri 10.000 vjet e para Krishtit që kemi patriarkat, ose antropologët thonë që nëse ka një gjë që e ka tronditur shoqërinë dhe nga e cila shoqëria nuk e ka marrë ende veten, është agrikultura. Sepse me lindjen e agrikulturës ne kemi dhe lindjen e patriarkatit. Toka ime, kafsha ime, gruaja ime. Këtu kemi ndarjen e roleve gjinore. Dhe në fakt, Dhe në fakt, nëse ti lexon studime antropologjike për burrin dhe gruan e asaj kohe dhe për skeletrat e burrit dhe gruas në atë kohë, do kuptosh që skeleti i burrit dhe i gruas deri në kohën e agrikulturës kanë qenë të barabartë, se qasja që ato kishin në ushqim ishte e barabartë. Në momentin që pushtetin e mori burri për gruan, për tokën dhe për kafshët, që aty kemi zvoglimin e skeletit të gruas. Më thënë po thua atë ishte e vështirë të rrihje një grua. Po gratë. Do ditë kështu, ishte tek e tek. Po të shohësh kulturat e Evropës veriore ku territoret mbroheshin nga vikingët, 30% e vikingëve ishin luftëtare gra. Ora, a lodhesh ndonjëherë me këtë muhabetin? E grave? Jo. Sa di gjëra pafund. A si lodhesh? Jam apasionuar. Më shko, mua më duket ndonjëherë sikur po e shpikni çik vetëm, se nuk është aq e pabarabartë situata. Ja ku jeni me ne. Jo, nuk është aq. Një grua e bardhë, çfarë ka gjetur asgjë? Po, ti ke të drejtë. Unë si grua e bardhë kam pozitë shumë më të privilegjuar sesa një grua rome në Shqipëri. Ata janë gjykuar gjithmonë në fakt shkretër. Po shiko, po edhe puna atyre, nuk është se u kemi bërë gjë. Thjesht ka ndonjë anekdotë, jo ka një dy kështu gjërash. Nëse, të kthehemi te tema më interesante, si seksi. Më pëlqen këtë temë më shumë. Se ti po thoje këto, jo, për shembull që gratë kanë qef polic, ushtar. Autoriteti, pra, figura e autoritetit. Po ty të pëlqen? Për shembull, je duke bërë seks edhe ai të jep një dy shpulla ose fillon të mbyt. A thua, a do dela feministe, thua u çfarë po bëj?
Shiko, që më pëlqen mua, që s'pëlqen mua, ngelet tek dhoma ime e gjumit. Shko, tani që ti mbytësh, të gjitha duan ti mbytësh. Nuk e di pse është bërë. Sa vite ka kjo se ti duhet i dish më mirë se unë. Çfarë? A kam patur gjithmonë që jep gratë mbytësh. Tani mos sa fillon bën seks me dikë, më mbyt direkt. Nuk e di, këto janë eksperiencat e tua, këto janë eksperiencat e tua, por mund të flasim për seksin në përgjithësi. Dhe pse burrat apo gratë kanë qef her pas here që të përjetojnë seksualitetin e tyre nëpërmjet shfaqjeve të dhunës, e cila duhet të jetë gjithmonë e kontrolluar dhe me një fjalë kyçe. Ç'është kjo BDSM-ja? BDSM-ja është një praktikë në të cilën ka një lojë pushteti. Edhe unë me gruan e bëjmë këtë dhe kemi një fjalë kështu. Si quhet ajo fjalë? Ka një kod, fjalë kyçe, një fjalë kod. Ne kemi një fjalë kyçe që është mos Kjo është fjalë kyçe. Dhe aty e ndalon çdo gjë. Nuk e di ato funksionojnë aty. Por që duhet të ketë një fjalë kyçe që personi që le të themi është i skllavëruar, është personi i cili ka pushtetin, është personi i cili drejton lojën dhe është personi i cili mund të thotë që të fillojë apo të mbarojë lojën. Kam qenë të dyja rastet. Është shef i madh. Para se të martosha. Çka ke ngrënë shpulla apo? Të gjithë kam ngrënë, kam dhënë. Ti cilën preferon më shumë? Se di, nuk e ndaj, do të kam të dyja. Se kam ndar. E po mirë, ty s'të pëlqejnë këto të ndryjnë në jetën tënde private, kështu që unë po heq je në një lidhje për momentin, se e di që je, se ma the çfarë. Kesh informim. Je me ato që kështë qenë. Ç'ke qenë? Okej. Le përshëndesim, vëlla. Je një burr me fat. Mendon se të qelit një grua e fortë dhe e pavarur është thjesht një fazë para se të vi martesa? Jo, nuk mendoj. Sepse kjo pyetje nuk kupton që unë si grua me këtë do të ngacmoja unë. Statusin tim dhe arritjen time maksimale e shikoj vetëm martesën. Ka që e kanë, Po, ka që e kanë. Gjithë goli është në fund të martuara. Ka që e kanë. Dhe zakonisht me një me Shko, gold diggers. Nuk kam parë, mendoj që gold diggers apo më mirë dhe me ty se fukara. Mendoj që gold diggers më të mëdhenj janë burrat. Wow. Mendoj njëra ata shokët që s'kan shumë lek, si i sillen këtij shokët që ka shumë lek. Jo, ka që ja lëpim bythën, ka që nuk ja lëpim, po janë të rezervuar. Pra le të themi që gold diggers më të mëdhenj janë burrat dhe mënyra se si ata i lëpien burrave të tjerë që kanë pushtet dhe kanë lek. Pse unë kam miq që kanë pushtet edhe shumë lek, edhe nuk u lëpiem. Po shikoj siç ka thënë Oscar Wilde, pa lek vetëm mami të do. E po atëherë ja ku i gjetë edhe përgjigjen e pyetjes që ti bëre. Pra, gold digger sa duhesh. Të mendosh për një marrëdhënie pa pasur parasysh financat e asaj marrëdhënie, do të thotë që ti je naiv. Okej. Se ti e ke zgjedhur me lek burrin, prandaj. Ti sa di? E di unë? E di gabim. Edhe gruaja me burr me lek ka zgjedhur. Se di? Jo, ti është më i pasur prandaj. Po ti se di? Pa e di unë pa le. Mora di sa vogël është Tirana? E di gabim. Po për se unë që jam nga Tirana. Pra, ti je nga Arseka, shkupeti në Tiranë. Unë dhe Ledion Liço jemi nga Arseka. Po shumë mirë, ne s'po flasim për Ledionin. Dhe Eroni saj. Do bëjmë një vrit martohu pa Shiko, unë pyeta ata tjerët që janë nga Arseka, po ti i di ka shumë mirë dhe mua vjen mirë që Arseka pas ka kaq njerëz me emra të mëdhenj që kanë dhënë një kontribut shumë të shquar dhe shumë të rëndësishëm. Përveç Fanolin e Konicës, ata janë dy budallëj. Vjen mirë që edhe ti po ndjek hapat e tyre. Hapat e Eroni saj, do bëjmë kryetar i bashkisë Arseka, zë. Why not? E di që po e mendoj. Ta mendosh, pse jo, kur u bëj, pse mos bësh ti çfarë mungon. Ti ke dhe humor më shumë ndoshta se ai. Çfarë mendojnë burrat shqiptarë që duan gratë, po e kanë komplet gabim? Parat. Ti ma the ato që i duan parat, se ty është në një marrëdhënie pa parash. Çfarë burrat shqiptar që dhe mendojnë që e kanë gabim? Burrat shqiptar mendojnë që gratë duan vetëm parat, ndërkohë përpos parave duhet ofrojnë dhe diçka tjetër. Burrat shqiptar ofrojnë vetëm parat, kështu që gratë ato marrin. Në momentin që do ofrojnë diçka më shumë, do merren dhe diçka më shumë. Shiko, ka një gjë, roli i burrit të mirë nuk ka ndryshuar në shekuj, sepse roli i burrit të mirë është një burr i cili të siguron para dhe i cili të mbron. Ky rol i burrit të mirë vazhdon të jetë prezent edhe sot. Po kjo duhet jetë. Mirë po, në botën e sotme, në botën moderne, gruaja, ky burr një funksional takohet me një grua multifunksionale. Dhe ky burri që të bëhet pjesë e kësaj jete, e jetës së kësaj gruaja multifunksionale, duhet të jap diçka më shumë se bazikja. Pse? Sepse atë rolin si sigurues, si paras dhe si mbrojtës, gruaja e bën vetëni. Pa ta dhoni debat dje me gruan kështu, se nuk isha vidhosur i gjë dhe unë nuk di të vidhos, nuk marr vesh. Edhe më tha këtë. Për çfarë duhesh ti? Për të vidhosur nuk di. Atë tha. Për të gatuar zi. Unë di të gatuar të lajë. Le të nuk sjell. Për të më mbrojt mua mbrojen vet. Tra ti si burr, çfarë kontributi sjell? What do you bring to the table? Ndihesh më e sigurt të dalësh vet apo me i burr natën në orën 2? Ndërkohë që janë një burr ndihet i sigurt kur del natën vetëm në orën 2. Po. Sa di, varet nga burrat. Nuk je i sigurt domethënë të dalësh në orën 2 vet. Varet.
Nga ambienti. Nuk e, unë do thoja po drejt. Varet nga ambienti, për shembull, në zonën e bllokut. Që tani mund ta sugarcoat të Jo, varet nga ambienti. Zona e bllokut. Po se zona e bllokut janë gjithë gay, më prandaj. Shumë bukur. Në zonën e bllokut ndjen e sigurt se ka burra gay dhe se di pse se ka ndriçim. Ti ishe me i burr, nuk do kishe frikë. Jo, ideja është që nuk më duhet një bodyguard që të jetoj në shoqëri. Shoqëria duhet më siguroj që të ndihem e sigurt, jo të më japi një burr që të më mbrojë nga ca burra të tjerë, se ky burri po mbron mua nga ca burra të tjerë. Kështu problemi s'jam unë, problemi janë ta burrat, të cilat duhet të jenë aktiv dhe duhet të kenë një rol se më mbrojnë mua nga ca burra të tjerë. Kështu që ju burra keni ca probleme që duhet i zgjidhni me njëri tjetrin dhe të na lini re rehat. Të thotë një grua të na lini rehat, këto që s'len rehat as kur shikon sa e nisi film kështu. Ja, ngelem këtu. Ju vetëm ju nuk e njihni paqen. Gratë sikur i zë gjumi. Ju nuk e njihni paqen. Vare, shiko paqja kushton, që njeriu të ketë paqe. Kushton me gratë. Po, patjetër paqja kushton se ti të jetosh në paqe, duhet të jetosh në një mjedis i cili të siguron paqe dhe një mjedis si Shqipëria nuk të siguron paqe. Po ik mo. Dhe institucionet, jo, unë nuk ikin nga Shqipëria se do ta ndryshosh Shqipërinë. Patjetër mundem, bashkë me ty. Edhe ti më dukesh sigur do ta ndryshosh. Po dua, po më lër se po bëj tjetër njerëz sot. Nëse Shqipëria do ishte një kandidat për të dashur, kush do ishte red flagu i tij? Ti palesa ke listën po. Shqipëria ka një flamur që është i gjithë red flag. Ka të thotë, po kush do ishte një kështu red flag djaloshar për Shqipërinë? Nëse Shqipëria do ishte çun. Kush është red flagu kryesor? Dhuna, shumë e dhunshme. Ke para të kishte një emision në Kosovë, si kishte mo It's My Love me këto takimet. Që i thaj i kam parë. E çikollon duhet. I kam parë. U digja më. Qënë të shumë, ka qenë emisioni im trash i preferuar. Edhe imi. Edhe ju thip, toke një. E shit jam dark. Vazhdon të mendoj që s'do fëmijë? Po shiko, unë në këtë intervistën kur më pyetën për herë të fundit e thash para 3 javësh, tani ti mendon që në 3 javët e fundit unë kam ndryshuar mendje? Ja, nëse kam ndryshuar mendje, më që kam diçka që s'shkon. Mos u bëjnë këta njerëz që para 3 javësh, ti mund të shosh mendje nesër. Këto janë vendime që zgjasin gjithë jetën, nuk ndryshohet. S'të pëlqejnë fëmijët, do mitrën të pasur. Jo, nuk ka lidhje, fëmijët më pëlqejnë shumë. Nuk është e vërtetë. Të pëlqejnë shumë fëmijët? Po, kjo do të thonë që më pëlqejnë që ta kem një për vete. Edhe pedofilat, e them. Kjo është shumë e shëmtuar kjo gjë që thosë se pedofilia. Pedofilia është e poshtër, unë e urrej. Shpesh kur ishte stand-up-in vetë shkoj që unë bëj shaka. Shumë pedofilie. Po me qëllim për të. No, kjo ishte pashije. Ço po do jenë të gjitha në shihet. Nuk do të thënë që nëse ti nuk bën fëmijë, nuk i do fëmijët. Do të thënë që ti mendon që planeti s'ka më nevojë. Do të thënë që ti që ke menduar të mos bësh më fëmijë, e ke menduar aq gjatë edhe gjër. Unë mezi po pres. Shumë mirë dhe e ke parë që ai nuk është roli i jot edhe nuk është një përgjegjësi që ti do të marrësh. Fakti që ti vendos të mos marrësh një përgjegjësi të tillë, do thotë që ti respekton shumë edhe veten tënde dhe fëmijët, dhe ato që mund të ndodhin mbas. Është respekti më i madh, edhe mendimi më i gjatë kur ti vendos mos ta bësh një gjë, sesa kur vendos që kjo gjë duhet bërë. Më mirë se si e vetëm aty shoqëria. Ka një Ricky Gervais ka folur për këtë, ka bërë një 60 minutë. E kam shumë të rëndësishme të them që njerëzit që nuk bëjnë fëmijë, nuk i urrejnë fëmijët. Siç kanë qef abortet. Jo, aborti është çështje tjetër. Aborti është një drejtë shëndetësore, nuk ka lidhje. E bën abort? Nuk ka lidhje. Aborti është një drejtë shëndetësore. Në Shqipëri lejohet aborti me ligj? Po, lejohet. Ka probleme me fen me gjërat? Jo, aborti është pjesë e kushtetutës, është një drejtë e konstitucionale tashmë. Dhe nuk mendoj që në vitin 2000, jo, do ta bëj serioze se këtu janë tema shumë delikate, nuk mund tallesh me tema kaq delikate, më vjen keq. Jo, tani. E di pse nuk mund tallesh me tema kaq. Ti nuk mund të gjykosh humorin për pedofilin, mund të gjykosh pedofilin. No. Tani mos u bëj, nuk e pres nga ty që të gjykosh humorin. No, nuk është humor. Po duhen folur, po duhen folur seriozisht. Ka frikë edhe histeri. Jo, duhen folur seriozisht, jo kështu se unë nuk jam as e friksuar dhe për momentin nuk jam as histerike, siç po e shef, kam tonalitetin e zërit shumë të ulët. Ke mirë, po se të qetësova unë prandaj. Ke mbrojtur ndonjëherë në një kauzë dhe pastaj ke shkuar në shtëpi dhe ke hequr recipetat. Kam lexuar ato pyetje. Ka lexuar pra të gjitha, edhe ke thënë se besoj. Po jo, se nuk jam kaq budallaq ti. Po nga që ti shkon shumë, si budallaq në përpyetje. O të mbrojmë qend me një vesh nga këto. No, I'm not that stupid. No. Nuk po them që je aq budallaq. Po se deri diku. Po mirë se tani të ka thënë një shoqë ama ti aktiviste. Vjen keq të thosh gënje. Jo, unë nuk e harxoj kohën time kot. Më thon njerëzit, "Hey, un kam qef që ti të vish këtu." Në me këto tabelat. Jo, është kohë ajo. Free the nipple. Është kohë ajo që ti investon, është kohë. Dalin këto që tregonin cicat. Unë ato ka protestat e mia të preferuara janë ato. Ato francezet, po.
Mbasu tjena? Jena i grupi Femen. A mbasu tjena? Po, mbaj. Pse ka ca që thonë nuk duhet të mbash. Jo se bën mirë, jo. Për mua letërin gjithë lakuriq. Nuk më bezdisin. As mua. Ti s'dukesh sikur mba, po. Qefi kjo dunja. Vetëm tanga. Unë jam pro burrave që mbajnë tanga dhe sutjena si puna jote. Pse jo? Denis tavllaj. Babi. Ja ta tha Jacqueline, nëse nuk e di. Jacqueline, e dashura ime. Po i dashur. Jo, e dashura literalisht. Jo, patjetër. Ajo do vi më vonë. Jo, nuk do vi asnjëherë. Ore pse shkoj kategori ti edhe intelektuale, si mund të thash asnjëherë? Asnjëherë, sepse unë di ç'a dua dhe di ç'a s'dua. Në këtë rast e di ç'a s'dua. Ja këtu gabohesh ti. Ndoshta. Askush se di ç'a do. Më lirë të gaboj, jam i lirë të gaboj. Kam rezervat e Është mia. gabimi im. Po ti mund të kesh rezerva, unë mund të gaboj. Bën shpesh gabime? Bëj. Je vajzë e keqe? Me raste. Nëse. Je shpesh e ftuar nëpër panele. Aha. Je. Ndonjëherë, Shkon, kur e shohin të arsyeshme të më marrin, kur mendojnë që ajo çka kam për të thënë është shumë e rëndësishme dhe që kontributi që do t'i japum temës është i qëndësishëm. Nuk mendojnë që ti duan të shesin me drama diçka këtu. Duam unë në panel dhe jo dikush tjetër. Atëherë i bie që edhe ti më ka thirrur për arsyen e njëjtë këtu, sepse mendoje që unë do bëja drama, ose unë kam thirrur që të kënaqesh. Ti ke hartuar pyetjet në mënyrë të tillë që unë të bëja drama. Jo, po ti drama ti bëre para se të niste kamera. E gjitha të mërzitur, po i bërtiste me lisës, ma kështë goditur me lisën. Jo, fare, është të gjakosur. Sot vetëm gratë duhet i godasin është lufta brenda llojit që nuk konsiderohet si dhunë, kështu që s'ka çfarë të bëjmë me tallu tipo e keni me vërtetë, sidomos në Shqipëri. Unë shikoj kur shkëmbeni një kështu. Menaxhoni problemet tuaja dhe pastaj ne do ju pranojmë. Ne po menaxhojmë tona të botës tuaja, çfarë të bëjmë ne burrat e shkret. Po, ju shkret, ato më raft pika. Ku ndahet kufiri mes një feministe dhe një feminazi? Për shqiptarët e mi të dashur feminaziste, domethënë këto që feminazi nuk ekziston. Feminazin e ka shpikur burrat, të cilët kanë urrëtie ndaj grave dhe kanë frikë që të humbasin privilegjet e tyre. Alfred Çako i feministeve. Ka shpikur burrat. Privilegjuar. Kështu që unë nuk e shoh veten as feminazi, nuk e shoh veten as feministe radikale. Ndonse radikale nuk është një Je radikale. Jo, nuk është një konotacion negativ, sepse radikal do të thosh ti shkosh në rrënjë problemit. Kështu që kur dikush thotë ti je radikal, nuk është ofendim, është që ti shkosh në rrënjë problemit. Është një nuk po ta them ty mo. Them ku është diferenca midis një feministe dhe një feminazi. Nuk ka diferencë sepse unë të them, shiko. Unë sa të stand-up jemi parë e kam bërë. Feminazi nuk ekziston, është një fjalë që e kanë shpikur burrat. Dhe këtë që po bëjmë ne, burrat e kanë shpikur. Është se di. Kush ka qenë personi i parë që ka treguar një histori, ka qenë burr apo grua? Po një grua fëmijëve me shumë mundësi, ose një burr që është kthyer nga gjuhë e tij. Atëherë ndoshta storytelling edhe të treguarit e kanë shpikur gratë apo burrat? Unë mendoj që burrat, është kthyer nga gjuhë. Ka qenë dimër, është kthyer nga gjuhë e tij, ai ka thënë se ku janë fëmijët, vdiqeni sa ajo, e mirë ai tregoi historinë. Unë mendoj që gratë, sepse artet dhe sidomos arti i komunikimit është mbajtur i gjallë. Po, me një grua në fakt mund ta gjesh arsyen direkt kur. Nga gratë. Kështu që po, me gratë do më merresh vesh shumë lehtë. Është qartë që ne u morëm vesh shumë lehtë bashkë me njëri tjetrin, ke ankesa? Pa mirë, nga që ne kemi dhe kimi, kemi shumë kimi. Më vesh. Pret me thi kimia jonë. I ka të bukur këta sytë, se i ka kështu flirtues, po që prap të hedhin ande, më pëlqen. Lart me fataj. Nëse tani do na dëgjonin vetëm gjyshet shqiptare, si do ua shpjegoje këtë ideologjinë tënde? Do të dëgjonte nëna ime Çetka, zemra ime qefserja. Të dashur gra. Ajo për të cilën unë lëboj. Ja mos thuaj mua thua atyre. Të dashura. Po shpjegoja një nënë e 78 vjeç. Të dashura gjyshesh. Nëna e ka me ty. Ajo për të cilën unë lëboj është parazi midis burrit edhe gruas. Parazi me jo sepse burri dhe gruaja janë biologjikisht të barabartë, po se kontributi që burri dhe gruaja japin në shoqëri është absolutisht i njëjtë dhe për këtë arsye mundësitë që ato duhet kenë për të pasur një status dhe për të pasur një jetë me dinjitet në shoqëri, duhet të jenë të barabartë. Fjetin në najmë. More, plusi nuk more vesh fare një çaj the. Po s'mund t'ja u shpjegosh atyre, shikon? Do ja shpjegosh. Nëna ime është super maskiliste, më kënaq fare. Disha më tha mua, bësh në i fëmijë, më tha mua. Po, çfarë bësh në i djalë, ata janë të mirë pa çupat. Se e shoqëroj me këtë. Po ti vet çup, kështu ke qenë edhe ti, do i kisha thënë unë. Me nëna, të ma thua ti këtë, po edhe ti vetë shupje. E disa e bukur se më tha nëna, mua isha me gruan, shkuan për Bajrom. Edhe ti kështu festa ti feston të gjitha, ha? Të gjitha, mo jam ateisti, Bajramin. Babin e ka bektashi edhe Ashuren. Baba nuk jam Mondin. ateist nga këta si ty, unë që bën kështu, nuk ekziston, unë çan kokën një. Shkoj unë gëzuar ha Ashure. Je ateist përfitues. Ua, bukë të ëmbël tani Je për pash. oportunist. E kam ngërë nga i qyreki ortodokse ja Të ditë me thënë një falso ateist.
Unë jam ateiste ty, po puna është Po ti se disa unë thjesht më pëlqejnë shumë mbërsirat e feve. Po ateiste s'kan mbërsirat mira. Edhe Gjonti, edhe më tha nëna ku do bësh në një fëmijë, më tha mua. I tha shumë. Nënës, pse nuk i the? O, nëna, ti je çup. Pse unë duhet të gjoj mendimin e një çupe, kur çupat janë, ku është gjyshi? Silli gjyshin ta shofi mirë ç'a mendon gjyshi? Kur vjen Rema, i lan këmbë direkte. Ja lan akoma me 9 pika, e ka shumë qejf. E di që gjyshi im e ka marrë nën me dashuri dhe nuk e ka rrahur kurrë për të thënë kështu. E do shumë, e di sa të mirë janë. Nga ata kam mësuar unë. Prandaj më ka qenë mirë dhe unë. Sorry, nëse nuk më vjen për të qeshur. Po se jam i mirë me vërtet, më pse duhet të vi për të qeshur? Okej. Se vetëm për të qeshur do bëj unë. Unë bëj dhe për të qarë. Shiko, do bëj në një gjë se unë nga ty, një nga gjërat që mbaj mend, në Covid e ke bërë atë te tabuja ti që ndërtove një vagin? Po. Do të ndërtojmë një vagin të dy këtu? Jo. S'do? Jo. Ishe me Zhaknin Lekatarin, Zhaknin faleminderit e dashur. Faleminderit edhe të përftesën. Nuk e di çka kam, nuk ndihem vetja. Kam një zbrasti. Po pse nga vjen kjo? Nga mendon ti? Po nuk e di s'kisha Meglin, pastaj ishte Zhaklina, më bësh shumë. Ishte shumë gra, mendon. Shumë gra. Po, që nuk zëvendësuan atë gruan që iku. Mendoj që nuk zëvendësuan gruan brenda meje. E vuan ti këtë, e dëgjon shumë gruan brenda teje? Mundohen, po ajo si gjitha gratë vërtet më shumë se duhet edhe pastaj thjesht. E pash ishte një moment lavatriçe që fillove u eksitove shumë për tharsen e rrobave. Po, se ka po më ha veshët edhe grua. Mendoj që duhet ballafaqohesh me gruan brenda teje. Mendoj që ka ardhur momenti. Dhe të ballafaqohet me 3 koqët e tua.